për gjithë shikuesit e emisionit në zonë. Faleminderit që edhe sonte si gjithmonë je besnik ndaj nesh, për t'u informuar dhe për t'u argëtuar me më të rejat e kulturës dhe showbizit vendor. Para se me nis, po du me i bëha dhun disa falenderime. Faleminderit Arnor Aliu që është për kujdesur për veshën time, ndërkaq si gjithmonë salloni Shollkat për dukjen, për grimin dhe flokët. Emri ti gjendë gjithmonë në portale. E kam fjallën për këngëtarin e mirënjohur Meda, që këngët e ti bëjmë bujë të madhe dhe arritin të marrin shumë klikime. Tash ne kemi intervistu ato, e kemi pyet për shumë gjëra, por edhe për jetën e ti private. A do të bëhet përsëri baba? Si ka raportet me bashortën e ti, Luljetën, me të cilën portalet tona të dashura kanë ndarë disa herë? Për sa pare shkon për një dasmë? Këto dhe detajet tjera në rubrikën e vazhdim. Është personi më i komentuar aktualisht. Projektet e tij marrin miliona klikime në YouTube. Jeta e tij private çdo ditë lume diskutohet në mediat roz. E kush është ky person përpas Medës? Ai ishte i ftuar në emisionin Zom ku foli rreth projekteve të fundit që ishin të shpeshta. Mendoj që domethënë ato të verës që kanë kalu, tash është interesant se ka pas klikime shumë. Që po kërkohen ma shumë disat, edhe unë jam da shumë i kënaqur me thënë drejtën për arsye se kemi punu kohë gjatë për me nxjerr albumin, edhe besoj që kemi arrit diçka që ja ka vle, është mirë prit shumë mirë në për njerëz, domethënë, edhe po e shoh tash në përmbrëmje kur i kënaj ato këngë, domethënë jënë të pëlqyeshme prej masës që është. Këngëtari flet për trendin e blerjes së klikimeve, duke marrë parasysh që këngët e tij thyen rekorde te kjo pjesë. Në jetën tem, asnjëherë në jetën tem, domethënë duhet me thirr emrin ose edhe me pyet sa klikimi ka bëu kjo këngë, sa e thot po kështu më vetë se kjo janë klikimet tua, domethënë nuk e kam këshill kurrë vetë që normal që më intereson, është kënaqësi kur është që fansa domethënë një këngë tonë me kanë kliku shumë. Nuk jam i kompjuterit edhe nuk merrem na shumë me kompjuter, kështu që tjetër kush e qyr ato, po janë shumë të domethënë edhe është kënaqësi. Kur jemi tek fama, kuptohet që të gjithë merren me ty çka do që bën. Familja ngushtë e Medës gjithmonë flitet e sidomos gjatë verës kur janë prezent në Kosovë për pushime. Meda rrëfen se si e ka ndarë disa herë nga bashortja e tij Lulja. Sa i përket Medës për mu mund me shkru çka të dojt. E keqja domethënë është që privatësinë e një njerit ose kur shkruajmë për familje diçka, jo diçka po gjana 100% të rrejshme. Kjo domethënë, po kohëve të fundit nuk më bën më përshtypje se jam mësu. Jo kohëve të fundit, i ka 5-6 vite që nuk më bën përshtypje ajo gjë se jemi mësu domethënë me sene të rrejshme. Apo shtohet familja përgjegjaj edhe me një antar tjetër? Ku e ke bërë këta false? Okej, jo, këta që i kemi inshallah i runë Zoti. Gjatë verës ka qarkulluar një lajm që këngëtari i muzikës popullore Meda paguhet më së shumte. Shifrat varionin nga 6 deri në 7.000 euro për një natë. Ai pyetet në lidhje me këtë gjë dhe acarohet për këtë pjesë. Unë jam thirr në telefon, po unë nuk kam dhënë asnjë shifër, se nëpërmjet telefonit asnjëherë në jetën tem nuk kam folur për shifra, por vetë se me miqt, me shok. Kjo është një pabesi, kjo është një tradhti, jo vetëm për mua, po për gjithë kolegët, se nuk e di ja punon në shtet ajo gazetarja që ka thirr nëpër telefon, që i ka thirr kolegët, më ka thirr edhe mua. Sipas këngëtarit, dasma bëhet për qefi dhe çmimi nuk është i njëjtë në vende të ndryshme. Meda pohon faktin që të hollat ndohen në disa pjesë dhe të gjitha nuk i merr ai. Ja tregoj me fakte sa i merr Meda, sa njerën e pagun Meda, sa kolegi kam, sa punëtori kam që do të më i pagu, domethënë ato parë nuk janë veç Medës, ato ndahen shumë vende.
Tani është kënga e tij e fundit e publikuar në duet me këngëtaren e njohur Fjolla Morina. E kanë fjallën për Manin. Ky i fundit vjen në një intervistë në zonë për me tregu më shumë sa i përket këtij projekti muzikor, por edhe prurjeve të reja. Fustani është bashkëpunimi sensual që solli Fjolla Morina me Manin. Ky i fundit foli më tepër rreth këtij projekti muzikor. Mirë, ka shku shumë. Domethënë fillimisht mu merr Fjolla në telefon, ma spjegëm pak konceptin e projektit radhës, më tha, po du me bo kështu. E pranua me shumë kënaqësi, edhe kemi realizuar në studion e Diaz Music, binin e bio domethënë. Ka shku shumë mirë, gjithçka ka shku okej. Edhe besoj që ju ka pëlqyer juve, nice ka dalë. Kjo këngë sipas tij ishte pëlqyer për publikun dhe zhanri pranuar edhe për vetë Manin, por a do eksperimentoj ai me zhanre muzikore në projektet e ratës? Jo, unë kom qef me eksperimentu në krej zhandrat, veç në rock nuk di, se krejt i kisha provu edhe nuk jom përcaktu në një zhandër, dhe me thonë edhe popullore, edhe dancehall, krejt kom qef mi ba. Nëse jo Fjolla, kush do ishte partnerja Manit në Fustani? Se ku me ndu asë njerë që të pytje, po besoj që kemi pas në synimin e këti projekte me dalë kështu, besoj që ja kish dalë ma mirë në i kurse Fjolla. Në dhjetor të 2017-ës, a i erdhi në duet me Big Mamën me baladën titulluar Zemra Ndalume. Me Bigin do me thonë kena pas një baladë, Zemra Ndalume. Ka qenë një baladë shumë e suksesshme, normal. Është pëlqy, do me thonë ka qenë bashkëpunimi direkt pas ndryshimit që ka pas Bigi, do me thonë që hupjat peshën e madhe. A i zbulon edhe këngën e radhës. Shumë projekte i kam në studio, do me thonë demo, e të punu vazhdimisht. Besoj tash një solo me lancu, një bashkëpunim të radhës, edhe besoj një mashup këto ditë, së shpejt, do me thonë. Mani ka nënshkruar kontratë me Diaz Music dhe producentin Binin e Bio, e mendon që me prurje të reja të jetë aktiv si solo ashtu edhe me dueta. Të dashur shikues të emisionit Zomo rikthehen përsëri në studio dhe është koha për intervistën e parë për sonte. Kam kënaqësinë të prezantoj mikën time, por edhe këngëtaren Tringa Kej. Mirëmbrëma, mirë se ke ardhur. Mirëmbrëma, mirë se jeta. Është kënaqësi më të pas, je për disa herë, po për çudi po të kërkojnë shumë, sidomos për këtë projektin e fundit. Shqyqor që po më lypen, se mos me më lyp është puna keq. Na me Albina në shime edhe jashtë kamera, kështu që na bojna kështë si na po mëti. Po, flasim për projektin tonë të fundit. Që shpëtoket tash si përfundon? U prit shumë mirë, interesant. Shumica ju ka rënë sy pse tradhtarje te. Kështu që nuk është faj jam, është faj i Kreshniku që e ka shkruar tekste. Emrin e titullit e kum lënë une. Nuk është këngë e dedikuar, se ndoshta dikush mendon që është këngë e dedikuar. Po, në fakt kam pyet në rrjetet sociale kujt ja ke dedikuar, se zakonisht me këtë titull do mësuam pa balada ndoshta. Është po, kur tek qysh është këngë interesante se teksti është pak çten me vujt, e muzika çten me kthy apo. Po da. Tash me çka po mendon, tash më afrohen edhe sezona e festave ndoshta. Festat e fundvitit. A do të marrësh pjesë përsëri në xhirimet vitit të ri, ke marrë ftesa? Me kismet po, natyre çdo vit domethënë jam aktive, sidomos në për xhirimet e vitit të ris. Besoj që kam sjellë një projekt tjetër që kam bashkëpunimin e Repert Ferizajit. Besoj që kam me dal para vitit të ri, edhe nashta do dal me atë këngë në për xhirime. Pas ke vendosur me të qenë aktive deri në. Po, se i ku mungu pak, ju ku mungu juve. E di, sidomos në disa projekte që i ke pas paraprake që fatkeqësisht ke hasë edhe në probleme me to për shkak të menaxhimit jo të mirë. Po. Tash ai rahatu te kjo pjesë. E di që sa herë pyet kam, kanë ki tash ai rahatu. Tash un punoj domethënë që prej se kom dalë kompanisë Mishmash Entertainment Pit Blerës, punoj vetë. Po e kam edhe një booking manager, do më thonë është Luli, shoku jam, është i Mitrovicës. Edhe ai do më thonë mi menaxhon datat.
E sa i përket projekteve dhe punës tjetër, do me thonë, 99% punës i kry kitë vetë, i menagjaj vetë. Sa është e vështirë me ja dalë kur ndoshta në femrat pak më të kompleksume, veshja, dukja këto, sa ja dalë me u përkushtu dhe të pjesa menagjime? Është shumë e vështirë, për veshje shëqër zotin e kam e gëzonin, e gëzën të hotë zemrën, e gëzën Kazagicin që përkujdeset gjithmonë për veshjen time, për grimin e për floks po flasë Nora Ramani edhe Zon Her, edhe ata i falenderoj shumë se gjithmonë, edhe për videoklipe, po flasë si për intervista, si në koncert, dhe du me thonë këta e më bashkëpunëtur të mi që nuk i ndraj asë njëherë. Sa i përket punës menagjimit jashtëm, për shambull, është pak ma vështirë kur punëm vetë, sidomos unë jam femën, edhe këtu të na është problem se si qojmë femën, edhe ki kontakt me meshkuj është pak ma vështirë me komuniku me ta, se nuk e marrin ashtë edhe punën shumë seriozisht. Kështu që është vështirë, sidomos kur je vetë edhe kur je femën. Por që po ja del ndoshta edhe nuk i problem të kjo pjesë. Ne kemi përgatit për ty edhe një storje që kisha dashur me shku me atë storje, me u rikëthy prap në studio me bisedë. Sezona e verës bashkë me angazhimet të këngëtarëve tani më kam përfunduar, por dikush ende po i vazhdon ato sepse interesimi është i madh për t'i pasur artistët e preferuar në lokalet e tyre. Në Zoom këtë herë ju sjell atmosferën në qytetin e Ferizaj ku Tringa K ka promovuar projektin e saj më të ri. Mirëmbrëma Ferizaj! Wow! Po të me ditë, a ka ma shumë qika atje më sonde? Ku janë qikat? Ku janë djenë? Faleminderit shumë që keni ardhur sonde. Gjyri shmos me dit, a bondi shma me ton, s'po na shko. A mami në maket, mu prish po mos të mdet, e ti qa në lego, se qo, se ajo, se ajo. Më pas Tringa ka vazhduar me disa balada, por adrenalina u ngrit te këngët popullore që këngëtarja di t'i bëj më së miri. Kuptohet që asnjë mysafir nuk i rezistoi kërcimet. Valtoni Balkan Tarabuka u përkujdes për një moment teje të veçantë. Për mbyllje të kësaj mbrëmje të gjatë, Tringa falenderoi të gjithë ata që përkrahen. Pas këtij rrugtimi kthehemi në studio me bisedën me Tringa.
U rikthyem përsëri në studio, shpresoj dhe besoj që ka pëlqyer historia edhe dukja atraktive e tringës që si gjithmonë na lë gojë hapur me dukjen e saj. Ç'është kalova? Unë për vetë jem kënaq shumë, kam pas shumë emocione. S'është hera parë që dalë në skenë, normal nuk diskutohet, po e kom pas atë tremen, atë emocionin se kom pas qef me shku. E ç'është po Po duket tash? fatmirësisht gjithçka shkoi në rregull, gjithçka shkoi ashtu që e kisha planifikuar dhëna. Njerëz që i kom ftu faleminderit që Faltringa. unë Ringa, në dy, se s'ka. Komunësi. E propozues. Bashkem hajde çaj të bë. Për martesë. unë qyqë. Pa më lutë, në shka gali ja. Pa më lutë. Okej, faleminderit. Ma mor menja ama unazën? Faleminderit edhe lutem. Okej, faleminderit shumë. Unë u martova. Hajde tash me teatros. Okej, hajde. Një martesë në emision. Wow. Pas ka dhe kësi dhurata, faleminderit shumë Albin, thërë ma shpesh. Jo, këto pe marrën, e? Saigon. Kjo ishte një dhuratë për ty. A merr shpesh dhurata dhe be pasi tilla. Marrë shumë shpesh, sidomos lulet. Lulet i du shumë edhe kam edhe tatuja me lule, do me thonë, shumicën i kam me lule. Lule marrë shumë shpesh, do me thonë, marrë edhe dhurata tjera. Po njëna për dhuratat ma të veçanta që i veçajnë shumë janë lulet. Po, ndoshta mbesin kujtim, është që dikush respekton e tasjet. A ke marrë ndonjë propozim tillë ndonjëherë? Propozim ju. Oh my god. Propozim më ullë dikush ngoj edhe dhona po martosh me mu jo, po kom pas për shembull para 2-3 dite e pash që më kish shkru njoni në Insta direkt, dikush që nuk e nja, edhe ma kish shkru ti ki me kon gruja jem, thash, wow, kjo shumë i sigur që ne ko me kon gruja tina. A ke mendu për këtë pjesë, kur po mendon ndoshta që përnime me pas një partner që me ju gëzu sukseseve tua, a je rahat një herë qështu qështu? Unë jam shumë rahat. Qështu jam. Po, të kalëm tash te pjesa e mbrëmjeve muzikore që je aktive, se kom edhe ma herët fillim të intervistës, po për këto mbrëmje që ndoshta në për klabe ose diçka nuk i preferon, apo pse ndoshta nuk e pas shumë ftesa për me marrë pjesë atja? Kom performu dhe në për klabe, do me thonë, Prishtin jo, në Prishtin kom kënu në për lokale të vogla, do me thonë, pabe, po në për diskoteka jo, do me thonë diskoteka tona, se nuk e di, nuk më kam ftu dhe aso nuk... Po, nuk është që ke pas në interes. Nuk është që kom pas interesi gjdo artistit është sa ma shumë e dalë në skenë, normal me performu, po nashta besoj që alo s'ku ma arrit aty që me knu dhe në vene shumë të mdhaja. Jom të hec ka dalë, në hapat sigurt, unë për veti jam shumë në rregull. Po, përpos këtyre mbrëmjeve dhe muzikës live, gjithçka tjetër, të kemi pa edhe që popullore, mundosh me këndu dhe me adoj shumë në dasma. Po. Qysh ke kalu verës, ndoshta e di që ke pas disa data me koloroshen e me disa tjerë. Po, kom pas shumë data, ma shumë kom pas data në për dasma, verës, edhe koncerte kom pas, po ma shumë dasma, dhe vetë kom desht ma shumë e kon e angazhume në për dasma. Po se paguhet ma mirë. Është përgjithësia më e madhe, ndoshta kur je Është përgjithësia më e madhe, normale as diskutohet ajo pjesë, se ki punë të bëj me familjar, do me thonë, edhe është dush me konë ma serioze, dush me pas një kod veshjes, do të me di që shporren, se është përgjithësi shumë e madhe se cila familje, do me thonë, që e fton një këngëtare në ndasëm me kënu,
kanë qef që gjithë çka me konë rregull dhe se tek e fundit apo kupton pse me thonë fund këngëtari na e prishi dasmën apo kupton. Po ndoshta është veç për me ndrejt. Po është normal që po, këngëtari është ai që e bën atmosferën e dasmës. E është ai stresi i familjes, t'japin pak stres, se janë edhe vetë ata në stres, po me Po kalimin e ndoshta se orëve. ki kitë punën apo mbushet a diçka se Jo. që është puna e atyre një koqiri dashme se a kaftu se diçka. Por postri nga këtë duet që pas keme pas që unë e di, po nuk fezulleni. Te edhen. Naj sëllë diçka tjetër apo mendon me vazhdu tani me dueta? Jo. Jam eftume në këngën e këtij reperi, domethënë, po këngë tjera besoj që kom i bo vetë, ma shumë kom i jep rëndësi me punu vetë se sa me dikon. Se po du ma shumë e promovu vetën. Kam nevoj ma shumë mu mirë me vetën. Promovohet zërët në balada apo në këngë ritmike, që shna ke sjellë edhe tash? Se di mu interesant ma bojnë ti nuk e ki zonin që shfolë edhe kur të kënan. Për normal se kur të kënej është diçka tjetër e kur të folë është diçka tjetër. Se di mu më kanë thonë edhe baladat i du shumë edhe më thonë që më shkojnë shumë, po edhe këngët ritmike, do me thonë. Atër pa qenë një balad i huaj që ka ndodhë edhe një ndoshta mos marrëveshje për që ka qenë ndoshta huazuar që ty nuk të kanë treguar e gjitha tjera. A ke mendu me si ndoshta në ai verzion tjetër të këtij projekti muzikor që ndoshta me ndryshu pak melodin për që teksti me mbeti njëjtë? Masanej që e kom lansu këngën i huaj, dhe me thonë e kom kuptu që është në gjuhën në greke, dhe masanej e kom marrë si këngë, edhe kom thonë, ashtë tanaj ditë kom e bo në gjuhën greke, që më ka zua ty në, që nuk është ashtu që shkini menu jo, dhe me thonë, s'kom desh mja vjetë këngën kërkujna, mu thjeshtën e kom ble atë këngë, edhe kom ble, e kena ble pa e di që është këngë e tjetër kujna, do me thonë. Edhe më vjen shumë keq se artisti që e ka pas atë këngë nuk jeton më. Edhe për menimin tem është i shkon diçka e bukur nëse ju kishin rikthi këngët apo kupton. Nashta e kisha bu në gjuhën greke. Okej, Tringane, po të urojmë shumë suksesa. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi më të pas përsëri. Ishte kënaqësi edhe jamja, faleminderit shumë për martesën. Po më vjen shumë keq që s'pata të ftum tjerë. Mjafton natë që të si besnik që kemi për me po këtë ceremoni shkurt. Kështu që unë i buna 2 unaza. Keme gur diamante, ha? Po na kemi mendu diçka. Nuk ja u jap më. Mirë, jo, ta më puna kjo mbetet e te ishte kënaqësi më të pas. Edhe shemi në projektet e radhës. Faleminderit. Gazmend Kelmendi sapo ka publikuar këngën e tij të fundit me të cilën ka arritur shumë suksese. E këtë projekt muzikor ka vendosur marrë me promovu në emisionin Zom. Ai po ashtu flet edhe për sezonën e dasmave që kishte pasur mjaft aktive këtë verë. Tradita jonë është kënga fundit e publikuar nga këngëtari Gazmend Kelmendi. Ai ishte i ftuar në emisionin Zom ku ka folur më tepër rreth idesë për realizimin e këtij projekti muzikor. Si ide, ka qenë faktikisht ide e imja, masi gjatë këtij videoklipit gjatë realizimit këtij videoklipit kam putë edhe jemi 4 gjenerata, kam gjyshin, babin edhe djalin tem Alteon, 5 vjeç. Edhe kam pasur ide që me këtë këngë me shpreh kulturën, dashnin tonë familjare që kemi si traditë shqiptare, domethënë brez pas brezi. Edhe kam pasur si qëllim nëse kur rritet fëmia mi ose një pa mesa me menu që aha, kjo që nga më tradita jonë me bë për njëri tjetrin respekti. Këngëtari Kelmendi zbuloi që së shpejti do sjellë edhe prurje të reja që do i lë befasi për festat e fundvitit. Dhe se një balad e ka gati ka mbetur vetëm edhe videoklipi. Tash është edhe kohë e festave fundvitit, vetëm kanë filluar disa incizime të kem si projekte për xhirimin e vitit të ri, për produksione dhe televizione, po ashtu e kam edhe një balad që kam përgatit, pritet t'ja realizoj edhe klipin asaj këngë. Ta shojmë se kur i vjen kismeti asaj. Gazmendi është aktiv edhe në dasma në mbrëmje muzikore, për në cilën zhanër e gjen veten më mirë ai. Tash,
Varet, zakonisht normal që sfidojmë edhe vetë-vetën, eksperimentojmë pak, po ma shumë I kam qef baladat, por duhet me këndu edhe për audiencën, për publikun. Po ma me qef I këndoj baladat. A I flet edhe për një moment të sikletshëm gjatë dasmave. Një moment interesant. Po ndoshta që jam rrit në Svedi që 20 vite, më kish marrë malli me rastis për shembull gjatë dasmës me unal rryma. Kjo ka qenë interesant gjatë verës, po fati që patëm Tupangjin atje, Tupangjin edhe se unal rryma mikrofoni unë dhe shumë shpejt, ato sinte, ato normal që gjasin pak ko, edhe shfrytëzova rastin pak me publik, pak me Tupan, pak të I knum 2 rreshta, sa me bëj interesant. Po më kish marrë malli, nostalgjia, dhe më do ka e koha para lufte. Këngëtari ka qenë edhe pjesë e dueteve me Ylka Kuqi, Silva Gombardi, por edhe kolazhe e potpuri të ndryshme. Serialet vendore janë mjaft të shikuara në vendin tonë. E kam fjallën për Çka ka shtëpia, që është një ndër serialet I cili ka mbledh shumë shikues pranë vetës. E pikrisht në këtë serial ne kemi shkuar në shesh Xhirim për të parë se si po shkon puna atje. Si janë karakteret më të dashura dhe personazhet kryesore të këtij seriali vendor. Jam pjesë shtëpisë sonë çdo javë, e hënja e rezervohet serialit vendor Çka ka shtëpia. Në Zoom këtë javë sjell setin e xhirimeve të këtij krijimi artistik. Mirëmëngjesi njerëz! Baba Lucien, Baba Lucien! Republik numar! Çka ka shtëpia një serial komik që ngërthan brenda vetës batuta të ndryshme. O, valla ti shihesh. Producenti njëkohësisht aktori Naser Afuna foli më tepër rreth rolit të Xhekut. Me të kallëzu drejt në një, unë rolet që I bëj në bazë të është çështje e aktorit, ai do kuptu tash, më nëmna si që jeta vetvetiju, do me thonë rrethana që na vinë janë po për qa, pa na keni kallëdu për qëta për qa Po vrapi shesi gjona gjëmë. E kur jemi tek serialet vendore, kohëve të fundit janë shumuar. Çka mendon aktori Rafuna, a kanë konkurenca jo? E bukra e që mas pari po punohet. Nën 1, nën 2, ka shumë aktor të cilët ka nevoj për punë. Nën 3 çështja e kreativitetit, se sa shikon, që shikon në sene, është një farloj maci që na e quajmë YouTube platformën, edhe mirë është se na punojnë në një televizion publik ku zakonisht gjithë ato klikime janë të shtetit edhe ato nuk gëzojnë me livrit. Po ti shumë kom privat, çka kisha fol, I shkon diçka nashta absurde, jo kështu, jo mos po blehen klikimet, jo na I kemi edhe ato janë publikum në kanalin shtetnor. Saj për këtë klikimeve si mac, e din që janë mac shikumit seriali Çka ka shtëpia, për tjerat menoj që është mirë që po punohet, që kjo është më e rëndësishme. Se sa kush është më I mirë, tek është më I mirë, që ka qysh tek aty për vlerësimin publiku se s'është e jona. Kjo është një prej, do me thonë mos me folë se na jemi, se na s'muj më shty, se na jemi këtë kolegë dhe s'shtyjëm si kur këta gangs të shetër perat, që thojnë na I matë mirë të labeli ju, në është ma e kështu që na nuk ime atë lugar. Një tjetër protagonist është Republika, vajza Xhekut dhe Rabias, Teuta Krasniqi. Ajo për Zoom tregon ngjashmëritë e dallimet me Republikën. Sipas saj, ky profesion ka edhe lodhje, por stafi është atraktiv dhe profesionalist, që të bën të harrosh lodhjen e sidomos kur shes suksese. Pa jem të thonë për e leomen, nga të nonës, qëre kështë? Ngjashmëri nuk kam, normal, se Republika është infantile.
është një vajzë, do me thonë e rritëm, po që është naive dhe është me mend të fëmijëve, po është shumë pozitive, do me thonë me gjithë, kur nuk ka keq, rafshe ka gjithë, nuk ka diçka të përbashkët, është një vajzë që del të në kohën, do me thonë i përket një familjes të pasun, nuk ka asë një obligim kryas, kurse heq, kështu të uta ka shumë obligime. Evullaj Saj Hamdiu luhet nga aktori Dardan Gashi që pohon faktin që kur futesh në rol, gjithçka haron dhe duhet të përshtatesh me domos. Për shembull të aktrosh se të ka ra dikush e të ka bërë për spital. Po, normal, për rolin nuk është veç aktori që kujtesë është grimerja, këtë rast kjo që më ka bërë qështu, është Nora, e falenderojmë. Normal, përvoja për mu kom për eksperienca të para në seriale dhe u kom për shtatja gradale, po kom pas shumë përkraje për pjesës tjetër të ekipës, konkretisht për Lanserit që është producent e serialit, edhe se kom pas shumë çtirë mu për shtat. Për ndryshe, deri më tani janë xhiruar plot 5 sezona, që me aktorët më të kohës kanë arritur të mbledhin pranë vetës shumë adhurues. Nëse mendoni që zhanri komedi është i lehtë, e keni gabim. Shikoni si çka sakrifikojnë ata në mënyrë që perfeksioni të arrijë në nivel. Shikim të këndshëm. Se në fakt që e nuk e di, kanë ndryshon. Qero! Unë jam Rex Vaju, jam Horega Manager në të Göteborg Holding Group. Jemi me vodkën absolut, momentalisht. Kemi zgjedhë sonde me qenë pjesë e këtij evenimenti, mbas që do financiri definitivisht të rrekë shumë njerëz. Edhe bashkërisht me Gikin, të cilën e kam shumë shok. Po më është një nej e cila është një eveniment shumë interesant, edhe vijnë njerëz ma shkohen sana dhe që po më njerëz dolin ma shumë këse evenimente. Jashtëzakonisht mirë, shumë super, jam të kënaqur edhe organizatorët shumë të mirë janë. Si çka je bë dhe pse ke vendosur me ardhur me këtë pamje? Një mac, sepse i dua shumë macat. Pse ke vendosur me ardhur me këtë pamje sonte? Se pa lidhje mos më duk na qysh, mos bukuru pak. Ç'po do këtë atmosfera? Mirë, super. Krejt të rinia pas ka ndollë sonte. Shumë mirë, jam kënaq, edhe ka neja ma e mirë për që të vitit, jam kënaq. I wanna be the one, and I know you wanna spend your time in a better place. What you really want, I know you cry, I know you try, I know you feel, I know you lie. I love you, you love me, you know that, I feel that. I love you, you love me, you know that, I feel that. I want you, you want me, you feel that, I know that. I want you, you want me, you feel that. Dance floor, I wanna go. To feel like I'm this. I love
feel that, I know that I want you, you want me. You feel that, I know that. Rubrika e fundit për sonte si gjithmonë janë lajmet vendore. Kush ka publikuar projekt të ri, kush e ka në plan të sjellë, këto dhe detaje tjera në rubrikën e fundit. E me rubrikën e lajmeve vendore ne përfundojmë edhe edicionin më të ri të emisionit në zonë. Faleminderit që si gjithmonë jeni besnik ndaj nesh. Me ne mund të takoni edhe në rrjetet sociale, në Facebook, në Instagram. Ndërkaq përrisi të fundit nga bota e yjeve vendore ndërkombëtare, por edhe sektorëve të tjerë, mund të klikoni në portalin arbrush.info dhe të shikoni Ziko TV. E mua nuk më mbetet asgjë tjetër veç se t'ju uroj një vikend të këndshëm. Do të mundohem që të harroj. Larg teje është kënga e fundit e publikuar nga Ardian Rexhepi, për në zonë ai foli rreth këtij projekti muzikor. Normalisht që si çdo artist tjetër, që ka qef edhe çdo projekt me ecë mirë, jo veç projekti i fundit jemi. Jam shumë i kënaqur që projekti ka ecë mirë, edhe njerëzit e kanë pritur shumë mirë. Ardian është pjesë e kompanisë Mishmash Entertainment dhe përmend bashkëpunëtorët e realizimit të Larg teje. Këngën e ka realizu Unik Studio, Petro Gjuri ka shu tekstin edhe vin melodike. Domthonë kënga komplet është realizuar në Unik Studio, mix masteri dhe gjëra tjera. Videoklipi është punu për një shoku tem, është Gzim Hysenaj. Ai që e ka realizuar është një djalë i ri, talentuar që ka prirje për me bë video, mandej veç që kam pas një projekt tjetër me to dhe mandej kam vendos që me bashkëpunu prapë me to. Pjesën tjetër të marketingut digital, bashkëpunëtorë kam pas Blerën kësaj radhe. Besoj që në projekte tjera veç kemi bashkëpunu bashkë. Këta kanë qenë dhe bashkëpunëtorë, por njëkohësisht edhe sponsorat që veç që kanë mundësu realizimin e këtij projekti. Të nisë për Blertas Facecare, AM Bën Travel që është kompania jeme dhe Pasamen është një kompani e familjes sime që më kanë suportu sa do pak me një ndihmë financiare. Këngëtari Rexhepi pohon faktin që si soliste gjen veten më mirë, po në të ardhmen mendon të vazhdoj edhe me duete. Por, a e ka refuzuar ai di kë për bashkëpunim, apo ky është refuzuar nga dikush? Nuk është që kam refuzu dikë. Një bashkëpunim e kam pas para 3 vitesh, sa kam qenë label të Blackfish. Nuk është që kam refuzu dikë, apo ka refuzu dikush, për shkak se i kam kërku me bon në bashkëpunim. Tarmës nuk i di, normalisht që kemi me pas bashkëpunime me shumë artista tjerë. A i thot se ishte aktiv në dasma që kur ka nisur muzikën, pse zgjodhi pikërisht ajingon familjar e jo muzikën komerciale. Me dasma unë kam fillu, ndoshta që 10 vite, veç kam fillu muzikën, me njerë veç jam kyqë në dasma, së që kam pas një projekt realizum atëherë, po normal si çdo artist për mes familjarëve me njerë veç jam kyqë në ajingjë familjare, edhe ta shkove të fundit, këj projekti veç që e kam lansu, del pak jashtë dasma, po që nuk do me thonë që nuk kam me bo muzikë tjetër. Nëse një artist e krijon një muzikë, ai mundet edhe është në gjendje me bo çfarë do lloj muzike që veç i ofrohet. Edhe normal që e kom provu pak me dal jashtë asaj, me që publiku po ndëgjon lloj të tillë të muzikës. Është një lloj guximi që veç e kanë, por njëkohësisht edhe vetë besimin në veten e tyre, për shkak se me dalë me këndu para 300 mysafirë, për zojmë shembull, nuk është përgjithësi e vogël. Edhe çka është e veçanta një artisti që qëndron në skenë, nuk është çështja veç tek këndimi, por njëkohësisht është e fati që ai e ka në karrierë, edhe për njerëzit të cilët i kanë rreth që suportojnë vazhdimisht. Ardiani pohon faktin që artistët gjen më tepër veten në balad, por edhe këngët ritmike janë pjesë e bagazhit artistik në mënyrë që të qëndrojë sa më afër adhuruesve të muzikës së tij. Përndryshe, mund ta shohim edhe me disa projekte që me to do merr pjesë në xhirimet të vitit të ri 2019. Dashni është kënga e fundit e publikuar nga Sinan Vllazaliu, e këngëtari javën që pëllën pas ishte në Kosovë për të incizuar jo 1 as 2 por 3 projekte të reja, të cilat do i publikoj së shpejti, që do jetë pjesë edhe xhirimeve të vitit të ri 2019.
kujtohet krijuesi i hiteve, kujt i thua Gjan dhe e ta kisha dit. E po Bertan Aslani po rikthehet me prurje të reja muzikore. Kët e ka bërë të ditur vet ai duke publikuar një paralajmërim në Insta Story me mbishkrimen: "U bë shumë gjatë, më duket që është koha të shihemi përsëri." Besim fyti, s'ke dërmet me falur. Kur e vjen ka qyteti, Ledri dhe Gashi kanë bashkuar forcat për një këngë të re, ajo do të titullohet That's Mine. Plani dyshës ishte që ky duet të publikohej me 4 nëntor, por reperi me famë botërore Gashi ka disa gjëra tjera për t'i bërë: 2 këngë solo, një album e më pas projekti përbashkët me Ledren. Këngë të re është duke punuar edhe Young Zerka, ai këto ditë pritet të vijë në Prishtinë për të incizuar. Këtë gjë e ka konfirmuar për në zonë vetë këngëtare. Dhe mbëllë një reze diku, të shkënqej sot një djeli i vërtet. Alban Skënderaj viziton Kosovën. Ai me datë 9 nëntor do të jetë pjesë e një mbrëmje muzikore në qytetin e Firizaj, së bashku me këngëtarin tjetër Mentar Hazire. Për ndryshe, kënga fundit e Albanit ishte Lea, e publikuar në shtator të këtij viti. Blaro pas duetit me Ylber Osmani, Aeden është në përgatitje të një tjetër projekti të ri. Këtë ka bërë të ditur vet ai në një prononcim për në zonë, ku ka zbuluar që videoklipi është xhiruar këtë javë. Ballada edhe me vujt pak me mu.